Përshëndetje dhe mirë se erdhët këtu në kanalin tim në YouTube. Kjo është videoja ime e tretë që po bëj për promovimin e produkteve të kompanisë Forever Living-ut. Kompani e cila është një nga kompanitë më të mira globale që cilësohet për cilësinë dhe më natyrale që kanë këto suplemente dhe produkte që janë në shërbim të shëndetit të trupit të njeriut. Sot do t'ju flas për një ndër 5 produktet më të shitura të kësaj kompanie që është Forever Atrix-C. Ky produkt është prodhuar për herë të parë në vitin 2002 nga kompania e Forever Living-ut. Dhe kjo kompani me prodhimin e këtij suplementi magjik synon që ne të kemi një shëndet të mirë të trurit, një shëndet të mirë të zemrës dhe të gjithë organizmit në përgjithësi. Dhe për çfarë shërben ky produkt? Ky produkt të forcon enët e gjakut dhe i bën ato më të shëndetshme, i bën më elastike dhe përpasoj, do me thënë, kemi një qarkullim gjaku më të mirë dhe të shëndetshëm. Dhe pastaj ndihmon dhe mbron zemrën, dhe me thënë i formon muret e zemrës, i forcon ato dhe përpasoj qarkullimi i gjakut bëhet më i lehtë. Gjithashtu ky produkt zvoglon edhe inflamacionin, dhe me thënë, kur ne kemi djegje ose kruarje të lëkurës ose të zorëve në organet e brendshme, kjo përbërja e këtij acidi yndyror bën që inflamacioni të shërohet më shpejt. Tjetër, ky produkt na shërben edhe për trurin, do me thënë se truri na jep më shumë përqendrim, më shumë fokus dhe ndihmon që mos kemi akne, gjithashtu ndihmon edhe që të kemi një përmirësim të shikimit. Me këtë formullë që ka prodhuar kompania Forever Living-ut, që është një formullë magjike, një bashkim i vajrave esencial, i vajrit të peshkut, që është omega 3 dhe omega 9, që kjo kompani e ka marrë nga peshku i cili rritet në ujërat e ftohta. Dhe me thënë, është peshku më i pastër që ekziston në rrezullin toksor dhe nga ky peshk është marrë vaj që përmban omega 3, omega 9 nga ky peshk që rritet, dhe me thënë, në ujërat më të pastra të rrezullit toksor, se po ngatrojnë tani. Gjithashtu në këtë produkt është futur edhe vaj i kalamarit, edhe vaj i ullirit. Dhe me thënë, këto 3 produkte të bashk kanë bërë që ky produkt të jetë shumë më natyral dhe patjetër që është edhe unik në llojin e vet, sepse është një produkt i cili ka në formulën e vet këto forma acidesh, dhe me thënë ka LA-n, ka ALA-n dhe DHA-n. Dhe me thonë që këto acide yndyrore, trupi jonë nuk është i aftë që t'i prodhojë këto acide yndyrore që janë shumë nevojshme për mirëqenien e shëndetit tonë. Dhe kjo kompani ka bërë formimin e këtij produkti dhe ka futur te kjo kapsula këtu që është ky produkt magjik. Dhe çfarë bëjnë këto tre forma acidesh yndyrore që ndodhen në këtë produkt? ALA-ja është një acid yndyror, është omega 3, e cila është yndyrra që kanë, dhe me thonë, faracia, që kanë arat, që kanë farat e lule diellit, dhe me thonë, trupi bën vetëm 5% të thithjes së këtij acidi yndyror. Por ALA-ja, dhe me thënë, ky omega 3 i marrë nga këto fara,
nuk është gjithçka për trupin, sepse trupit i duhen pa tjetër edhe shoqet e saj, siç është LA-ja dhe DHA-ja. Këto të treja shkojnë bashkë. Një produkt që si ka këto 3 përbërje nuk është i shëndetshëm, sepse të 3 këto përbërje acidesh yndyrore e bëjnë unike këtë produkt, e bëjnë të pakonkurrueshëm në treg, sepse është një produkt super i fuqishëm. Sepse ALA-ja që thash, është shoqja e ngushtë e LA-s dhe DHA-s, sepse bën shtyrjen e tyre. Do me thënë, ALA-ja është vetëm 5% acid yndyror dhe nuk mund të bëje funksionin e DHA-s. DHA-ja është për trurin. Kjo nuk e bën funksionin e trurit që bën DHA-ja në tru, ose ALA-ja nuk e bën funksionin e LA-s, që është inflamatore për enë të gjakut, e për kyçet, e për zarët, e kupton? Prandaj këto të tre janë shumë të lidhura me njëra tjetër. Edhe tani shkojmë tek LA-ja. LA-ja edhe kjo është acid yndyror omega 3. Edhe ajo ka funksionin e vet, që është inflamatore. Do me thënë, ky produkt ul molekulat inflamatore. I ul molekulat inflamatore. EPA-ja është omega 3, është acidi yndyror kundër inflamacionit që mund të ndodhin, do me thënë kur kemi gërbishtje plagësh, ose djegje në lëkurë, ose kur kemi acarime në muret e zarve, në muret e enëve të gjakut, EPA-ja bën rregullimin e tyre, është do me thënë inflamatore. Ndërsa tani DHA-ja është pjesa kyçe që ndihmon në formimin e trurit. Siç e dim ne, truri është më shumë yndyr, është acid yndyror, por DHA-ja do me thënë përbën 25 deri 30% të acidit yndyror që përban ky supliment. Ndërsa ALA-ja përbën vetëm 5 deri 10%. Do me thënë këto, pa njëra tjetër nuk bën. Ky produkt pa DHA-n është do me thënë sikur ke një shpiti, por nuk e ke me mure, si që janë me mure tulle ose gurësh, por e ke, është si një shtëpi e bërë me kartona, me letër, me mure letre. Do me thënë, aq e rëndësishme është DHA-ja. Do me thënë, këto të treja shkojnë bashkë, do me thënë, një suplement për të qenë sa më i shëndetshëm për trupin e njeriut, duhet të ketë patjetër këto 3 elementë, duhet të ketë ALA-n, LA-n dhe DHA-n. Dhe balancimi i këtyre të trejave është magjia vet e këtij produkti. Dhe prandaj është shumë e nevojshme që të përdoret ky produkt. Dhe patjetër duhet të ketë këto 3 element, këto 3 forma acidesh yndyrore, që janë shumë nevojshme për shëndetin dhe për funksionin më të mirë të trupit të njeriut. Dhe kështu pra, cilësia e lartë dhe standardet që ka ky produkt i Forever Living-ut e bëjnë këtë produkt shumë të pëlqyer dhe shumë të përdorshëm nga shumë njerëz anë mban botës. Dhe unë patjetër që ua rekomandoj këtë përdorimin e këtij produkti në përditshmërinë tuaj, dhe kjo është e mirë si për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit. Dhe mund ta përdorish, do me thënë, mund të pish 2 cop, ja, mund t'ua tregoj, do me thënë se si është. Ja. Ky është produkti. Se dia duket? Ky është. Këtu brenda, do me thënë, është
Yndyrë është një acid yndyror perfekt për të pasur një shëndet të mirë të trupit tonë dhe për të pasur energji në përditshmëri. Për informacione më të detajuara për këtë produkt, për mënyrën e përdorimit, dhe me thënë unë edhe ju a them nuk e kam problem, është dhe me thënë pihet 2 cop, 2 kapsula në ditë, në mëngjes është mirë ta pish, sepse është omega 3. Edhe kështu, për pyetje të tjera që mund të keni rreth këtij produkti, mund të më shkruani në komente, ose dhe mund të më pyesni se ku mund ta gjeni këtë produkt. Mund të më shkruani në komente. Ju përshëndes dhe mirupafshim.